Në skenën e teatrit Migjeni në Shkodër, regjizori Adriada Dervishi solli premierën e shfaqjes 15 ditë prilli, një dramatizim i romanit të autores Anisa Markarian. Vepra përkthyer në një performancë teatrale prej 1 ore 20 minutash sjell në qendër absurditetin e një regjimi të vjetër dhe pasojat e tij në jetën e njerëzve të zakonshëm. Historia zhvillohet përgjatë 15 ditëve të festimeve të ditëlindjes së diktatorit në një mbretërim simbolik as i gjallë as i vdekur. Ne kemi trajtuar një pjesë shumë të dhimbshme të historisë së vendit tonë, sigurisht me të gjithë ngjyrat e saj, me të ngjyrat e parodisë, grotesku, tashmë të gjithë tragjedit nganjëherë kur distancohemi duket sikur nuk ka ndodhur dhe ne i shikojmë gati me sy qesharak, kemi normalizuar shpeshherë padashje të keqen, duket sikur ka kaluar kohë dhe ne mendojmë që gjërat duhet ja lëmë të shkuarës, por në fakt nëse duam që të kemi një të ardhme më të mirë, gjithmonë duhet i rikthehemi të shkuarës për të mos bërë të njëjtat gabime. Në këtë produksion marrin pjesë 12 aktorë, të cilët interpretojnë secilin nga disa role, duke ndërtuar një tablo të pasur njerëzore. Është një shfaqje që flet dhe revokon një kohë, të cilën nuk duam që të na kthehet më. Dhe duam të ecim përpara të shohim drejt një drite krejt tjetër. Shfaqja e ka bërë efektin e vetë, kjo është e disa ta shfaqje që japim, e 10, dhe unë nuk e di, do me thënë pata përshtypjen që publiku i Shkodrës e përjetoi shumë mirë. Duke qenë dhe më e reja, edhe gjithmonë rinia është ajo që është shtyn përpara, që ka revolt, që ka nerv, kështu që shpresoj dhe kjo që të jetë transmetuar te publiku. Rinia gjithmonë duhet ta çojmë përpara aksionit. Në skenë gjiten edhe Ervin Çuli, Romir Zalla, Suela Bako, Mimoza Marianaku, Amoza Hira, Adelina Muça, Giuliano Brisku, Aleksandr Seitaj, Saina Hoti dhe Jaho Guma. 15 ditë prilli nuk është thjesht një shfaqje teatri, por një udhëtim në ndërgjegjen kolektive që fton të përballemi me të kaluarën për të kuptuar më mirë të tashmen.